Kemi një temë shumë nostalgjike sot, një nostalgji të ëmbël për të kujtuar gjyshrit. Janë arkiva e dashurisë tonë, e sakrificave të heshtura të tyre, e dashurisë, e mençurisë. Kush ka jetuar me gjyshër, mund ta kuptojë më mirë dhe më thellë këtë bisedë, sepse edhe të ftuarat mikesha tona do të flasim për këtë lidhje e ngushtë emocionale, shpirtërore me gjyshrit, për kujtimet, për kujdesim, për atë dorën mbi flok, për fjalën e ëmbël, për aromën e gjysheve. Shkas kemi marrë faktikisht nga një libër i cili është shkruar me një sinqeritet fëmije, siç është Portret gjysheje, një autobiografi nga Sonila Strakosha, po jo vetëm një autobiografi, por është një lloj marrëdhënie mes brezave, një lloj marrëdhënie gjyshe-mbes, që reflektohet aq bukur, aq pastër, në mënyrë aq të sinqertë, sa kushdo që lexon, rrënqethet dhe nuk i ndahet. Gjen veten aty, gjen fjalën e duhur, gjen emocionin e duhur. Kështu që përgëzime, Sonila, mirë se erdhe si autore dhe të rrëfesh këtë marrëdhënien e thellë me gjyshen tënde. Faleminderit. Gjithashtu, do të ndajmë me Anisa Hysesani, pedagoge. Mirë se erdhe, Anisa. Faleminderit për ftesën. Edhe raportin tënd me gjyshrit. Ke jetuar ose i ke patur shumë afër? I kam patur shumë afër dhe në periudha të caktuara dhe kam jetuar bashkë me gjyshrit. Sidomos nga të 4 gjyshrit më ka ngelur vetëm gjysha nga ana e mamit dhe kështu që në një lloj mënyre raporti jonë është shtelluar akoma dhe më shumë këto vitet e fundit. Pra, ke patur fatin që ti shohësh e ti jetosh e ti njohësh të 4 palë gjyshrit. Po, dhe ka qenë vërtet, gjysha nga ana e babit. Kjo është gjyshi nga ana e mamit, me cilin ka 3 vite që ka ndruar jetë, dhe kam qenë aty deri ditën e fundit që e ka ndruar jetë. Me gjyshit nga ana e babit edhe ke jetuar, më the, po? Po, kam jetuar për një periudhë. Në fakt ata ka ndruar jetë kur unë isha në klasë të 8 gjyshi dhe diçka në vit parë ose në vit 2 gjimnaz gjysha, duke qenë që ata jetonin në Memaliaj. Se unë kam lindur në Memaliaj, jam me origjinë përmetare, dhe ndërkohë që isha zhvendosur në Durrës në periudhën kur ata kanë ndruar jetë, kështu që kam qenë pak i distancuar në ato vite, por kujtimet e fëmijërisë i kam shumë gjalla, si me gjyshit, ashtu dhe me dyja gjyshat, dhe them që kemi qenë një brez Më i lidhur me gjyshrit tanë. Më i lidhur dhe them që sepse ne kemi jetuar, sot ka ardhur koha e tillë që i kemi më larg gjyshrit. Pra brezi që poritet, nuk poritet me gjyshrit në shtëpi, sepse edhe familja e tillë është shpërndar, është ndar. Më përpara ka qenë një familje më e madhe ku gjyshrit ishin ata heronjt e shtëpisë, gjyshja mençurake e shtëpisë që komandonte gjithçka. Për të folur pastaj edhe për raporte të tjera më të thella, Sonila, pse një libër Portret gjysheje? Çfarë të nxiti, çfarë të frymëzoi për të shkruar këtë libër? Kaq të bukur duhet thënë. Atëherë, Niki, është autobiografi, patjetër. E ndjeja se nevojë shpirti, të them të drejtën, lidhja me gjyshen, të gjithë kemi jetuar gjyshrit, të treja ne që jemi këtu e dim shumë mirë, është një lidhje veçantë, është një lidhje speciale. Gjyshja mbase gjyshrit përkëdhelin pak më shumë se prindrit janë më përgjegjës për të shortojnë ndonjëherë dhe më fort, ajo përkëdhelja janë gjyshit që të mbrojnë nga ana tjetër. Ose është pak shumë e pafajshme kjo që them, kur shkon për ditëlindje kur të fusin atë lekun te dora, kur t'japin, kur të përkëdhelin atë flokun, janë gjëra që mua më kujtohen, i mbaj mend dhe nuk arrit dot t'i shkëpus nga vetja. Atëherë, me të 4 gjyshit lidhja ime ka qenë sigurisht ka patur specifikat e saj, por e përgjithshmja është që boshti i përbashkët për gjithë është dashuria. Është ai boshti që mendoj e kemi e ndjejmë të gjithë. Po njëra prej gjysheve është gjithmonë më e afërt, më e ngushtë, marrëdhënia. Po, unë kam jetuar deri 14 vjeç, gjyshen tjetër pata fatin ta jetoj më gjatë pranë vetes, por edhe pse gjysha ime u largua herët nga jeta, unë e kam patur brenda vetes gjithmonë. Dhe është shumë e çuditshme, po flisnim përpara për këtë, para se të nisim transmetimin. Nuk e di pse mua në momentet vështira apo dhe në momentet më të bukura të jetës e kam patur gjithmonë pranë në ëndër. Është një lloj telepatie apo është diçka më shumë, ky mbetet një mister. Shpirti i saj, domethënë ti e bën këtë pyetje në mënyrë të vazhdueshme edhe në libër, edhe në realitet.
Pra, gjithmonë e kërkon atë prezencën e gjyshes në momentet e tua më të vështira. Disa prej tyre i ke përmendur, mund t'i ndajmë dhe me publikun. Disa momente që gjyshja jote ka shënjuar, ose të ka qenë si një udhërrëfyes, ose ka arë si një dritë në jetën tënde. Niki, është një libër, si që the dhe ti, në shumë momente, në shumë kapitull është shkruar me pafajshmëri, ka shumë pafajsi fëmija. Por ato janë pjesët që mua më kanë betur në mendje me gjyshen, ato janë momentet ku gjyshja më ka falur urtësi dhe gjitha ato që unë kam marrë prej saj, kam arritur t'i transmetoj më pas edhe tek të tjerët. Pra, ajo që dua të theksoj në këtë libër është sa fat ka një fëmijë kur rritet me dashurinë e gjyshërve dhe besoj jemi shumë dakord. Dhe sa i privilegjuar është kjo dashuri, sepse do ditë ja japi jo vetëm fëmijës, por ta ketë këtë mirësi edhe në brezat, edhe në personat që do të ketë pranë, që do të rrethojnë. Kështu që është fat i madh kur një fëmijë rritet me dashurinë e gjyshërve. Nëse e ke vënë re, unë kam përshkruar momente shumë normale. Të thjeshta të përditshmërisë, kur ajo thurte me shtiza, kur ajo gatuante, kur ajo luteshe deri tek lutja e mbrëmjes që përshpëriste para se të flinit dhe ti si fëmijë nuk e kuptoje çfarë po thoshte dhe ti e pyesje. Kur shihni një perëndim me gjyshen, dhe është një pyetje shumë naive që unë i bëj. Ajo më tregonte për Italinë, sepse motra e gjyshes time kishte shkuar në Itali që përpara luftës, ishte njohur një ushtar italian dhe jetonte atje dhe shpesh unë mbaj mend gjyshja që thoshte, Berta nuk i njoh vuajtjet tona psikologjike, gjëra që mua si fëmijë më bënin përshtypje. Dhe një herë mbaj mend i kam thënë Mamiliria kur shikonin perëndimin. Kaq i bukur është perëndimi dhe në Itali. Pyetje kaq fëmijërore, pyetjet që shkojnë në kokën e një fëmije, dhe këtë pyetje ja drejtoja gjyshes, e bindur që ajo do të më jepte një përgjigje, dhe nuk e them përgjigjen tani që më dha në libër, por janë momente kaq normale dhe ti thua, ka mundësi që këto në momente të mbeten në mendje, por çfarë është jeta tek e fundit, janë gjithë këto gjërat e vogla, gjithë këto lumturia është pikërisht të çastet që kalojmë. Dhe unë prandaj mendoj base ka momente shumë të rëndësishme që nuk i kam të fiksuara, në këtë libër kam vënë, siç e kam thënë që ti i mban mend më mirë, pavarësisht se ka kaq vite që gjyshja është ndarë nga jeta. Një punë me grep, mbaj mend siç e them dhe këtu kur kemi shkuar në Vorreza dorë për dorë, kur më shtrëngonte dorën, dhe më është fiksuar, më ka thënë kur të mos je më hajde ndonjëherë dhe më tako dhe më sill një lule. Dhe këtë unë kam Shkon shpesh? Shkoj shpesh, edhe kur nuk kam qenë në Itali, në Shqipëri që jetoja larg, sa herë vija, shkoja patjetër dhe i vija një lule, dhe ishte takimi im dhe biseda ime me gjyshen, ajo lule më duke si një ndërmjetëse, ajo buzëqeshja e gjyshes në atë fotografi, më kujtonte gjithë çastet që unë kam përshkruar këtu. Kam një lidhje speciale me gjyshen, por mendoj që të gjithë ne kemi këtë lidhje, kështu që e ndjeja si nevojë shpirti ta shpreja, ta tregoja me momente shumë të vogla, nuk mund të shpreh gjithë ato që unë kam brenda në qinet sa faqe, por do t'i shërbej kujdo që e ka gjyshen pranë, këdo që e ka jetuar periudhën më të bukur të fëmijërisë me gjyshen, me gjyshin edhe pavarësisht se ato nuk mos jenë më, që është duke jetuar aktualisht, që është rrëfyer nga prindrit për një gjyshe që ndoshta nuk është njohur nga. Pra, të gjithë brezat mund të jenë, le të themi, pjesë të gjejnë veten brenda rreshtave shumë të sinqerta të Sonilës. Të treguar të histori shumë të forta aty dhe duhet kuraj që ta tregosh. Ta tregojmë njërin prej historive, si thua? Që do doje të ndaje. Mirë, të zbulojmë shumë pak atëherë. Kam qenë një moment shumë i vështirë i imi, kur linda, Timbir, sepse pati një problem gjatë lindjes dhe nuk arrita do të shija në momenti që e linda. Unë linda me operacion, bëra një cezar, një operacion, dhe nuk e dija problemin që mund të kishte Imbir, ma kishim fshehur që të më ruanin qetësinë. Pas lindjes, po. Po, dhe këtë e zbulova pasi linda. Sigurisht, nuk ndjeva shumë dhimbje fizike, dhimbje ishte psikologjike, me ziprita që këtë shia Timbir, që e pash të lidhur me narkoz, me serume, dhe që mos lëviste duar deja kishin lidhur ato duar, të shohësh fëmijën tënde shumë me serum, mos e ushqesh dot fillimisht, do me thënë janë momente që për fat sot kujtohen si një e shkuar e harruar, dhe në gjitha të tmerr, në gjitha të vështirësi, bukuria ishte dhe ajo mrekullia brenda, sepse unë pash krijesën time, të lidhur, por e pash. Gjithmonë kam parë gjyshen në ëndër, në momentet të vështira, sikur unë merja një biçikletë, kur kam nisur
e vogël të jepja bicikletës ta mësoja, e kam patur pak ankth, me zia mësova, kisha frikë, dhe kjo gjë më dilte në ëndër, sikur merja një bicikletë dhe shifja në fund të rrugës gjyshen, rruga ishte pak a shumë gjithmonë e njëjtë që më buzëqeshte, dhe kur unë e dija që do arrija të shkoja aty, e kuptoja që ishte diçka që do ta kaloja. Në momentin që ti nuk arrije, ishte diçka më e vështirë për të kaluar. Në momentin që unë nuk arrija, e dija që do të kishte vështirësi. Kjo ka qenë një ëndër e përgjithshme që unë e shija shpesh. Që e sheh shpesh, edhe shef edhe sot të kësaj dite? Patjetër. E kam, po. Atë natë unë kam parë tjetër ëndër, nuk po zbuloj gjithçka, dhe po e lë këtu. Le ta zbuloj lexuesi. Por dua të them që e kam shprehur dhe në libër këtë. Nuk e di ashtë pavedia ime që e zbulon rrjedhën e ngjarjes dhe ma tregon këto nëpërmjet mirësisë së asaj fytyre, të atij portretit të mrekullueshëm, apo është diçka më shumë, apo është vërtet një shpirt, apo janë të gjitha bashkë. Nuk e di çfarë është, por unë e di që gjyshja është aty. Mami Liria, kur ka lexuar librin, çfarë të ka... Mami Liria nuk ka lexuar, sepse Mami Liria nuk ka qenë më, por mami, atëherë. Mami juaj, njerëzit që kanë lexuar të afërmit e tu, pra kanë njohur një person që ndoshta nuk e kishin njohur më përpara, këtë doja të dilja. Ky libër, Niki, unë e folëm, ka dalë, është botimi dytë, ka dalë për herë të parë, unë publikova pak kopje herën e parë dhe i morën njerëzit që e njihnin më shumë. Dhe të gjithë më kanë thënë një gjë, jam mallëngjyer, kam qartë. Mbaj mend kam shkuar në shtëpi dhe pash mamin dhe hallën time, që është vajza e gjyshes, me lot në sy. Halla ime ishte nga shëryer. Por ato kanë një histori, janë të përfshirë, janë të përfshirë sepse e njohin personin. Ndërsa tek njerëz që nuk e njihnin gjyshen time, kanë lexuar librin thjesht si lexues, kanë marrë fjalë shumë të mira. Gjithmonë më kanë thënë atë ëmbëlsinë që është në libër, atë pafajësinë shpeshherë dhe ato mesazhet e bukura që mendoj i bëjnë mirë sidomos adoleshentëve dhe të rinjve ta lexojnë. Të cilët janë ata që duhet ta lexojnë të parët faktikisht, për të kushtuar më tepër vëmendje dhe duke u shkëputur pak nga teknologjia, për t'i dhënë vëmendje dhe dashuri gjyshëve, siç ata e japin pa kushte. Anisa, ti ke patur marrëdhënie të ngushta me gjyshit, me 3 prej tyre sigurisht që nuk janë më, por më trego pak këshilla që të ka shoqëruar për gjatë gjithë jetës tënde. Çfarë të këshillonin gjyshrit? Dhe me cilin ke patur më tepër marrëdhënie të afërt? Në fakt, gjysha ime do ndjekë këtë emision dhe shpresoj që ndihet shumë krenare për këtë pjesë. Këshilla në fakt që kam patur nga të 4 gjyshrit ka qenë vlerat, do më thënë vlerat, familja, të qenit shumë korrekte në marrëdhënie me tjerët, shumë korrekte në çdo hap që unë hidhja në jetën time. Sigurisht në kohë që jetojmë sot, unë nuk e di se sa të favorizon një këshill e tillë, por realiteti është që kjo që unë jam sot, jam fal shembujve në fakt, për te këshillave dhe shembujve, sepse ata jetonin për ditë atë çfarë mua më transmetojnë dhe më vjen mirë se unë jam tip shumë nostalgjik dhe her pas here në rrjetet e mia sociale postoj foto të gjyshërve të mi dhe kam arritur të njoh dhe miq të tyre që më shkruajnë me shumë respekt për gjyshet dhe më vjen mirë që në fakt atë çfarë ata kanë predikuar tek mua e kanë jetuar dhe vetë. Keni një vend tuaj të preferuar që flisni dhe kujtoni të shkuarën, familjen tënde? Po, në fakt kemi 2 vende. Vendi i parë është makina ime, ku ne dalim natën kur gjyshën time nuk e zgjumi prej pleqërisë. Çfarë lidhje speciale do? Dalim natën, bëjmë muhabet, kam shumë video duke bërë biseda shumë spontane me gjyshën në makinë, duke vënë dhe këngë labes, ajo është labe. Dhe vendi i dytë nuk do e themi sepse është një biznes, është një vend ku ne e kemi krijuar si traditë mbas vdekjes së gjyshit. është një lumturi e papar kur unë shikoj nga një person në moshën e asaj, që akoma dhe sot vazhdon kujdeset në blen gjëra. Në sot të ta kam blerë. Jo vetëm mua, pa tjetër, se ka dhe shumë besa dhe një për tjerë, po që... Gjithmonë e kanë diçka për këdo që kanë në familje. Gjithmonë e kanë bajtur, e kanë ruajtur. Gjysha është 84 vjeça. Ta kesh me jetë. Ja, gjysha për cilën po flasë. Kjo është gjysha për cilën po flasë. Dhe më sa që i njaj, unë do doja shumë të njaj. A i njën ti në karakter gjyshes?
Unë besoj që po, kam marrë shumë nga karakteri i gjyshës time. Unë kam trashëguar diçka nga të katërt. Nga gjysha nga anë e babit, unë kam fizikun, se të dy afiset i kam shumë gjatë, përveç se gjyshës time, dhe është fakt shumë i lezetshëm që nga gjithë nipri dhe mbesat, vetëm unë i kam gjarë për nga struktura fizike gjatësia, dhe ajo ka qenë shumë zonjë, ka qenë edukatore kopshti, kështu që këtë ndjesinë për kujdesjes besoj që e ka patur edhe nga profesioni i saj. Gjyshin e kam pasur tip lideri, ka qenë i angazhuar atëherë qoftë edhe politikisht në vitet e tij, ka patur pasion të shkruante, ka botuar shumë shkrime, për sa i përket ekonomisë, minierës me malajt. Unë gjithashtu e kam këtë pasion, dhe tani vonë e kam jam vetëdijsuar që në fakt unë këtë kam të trashëguar, sepse në Memaljaj po tentojnë të krijojnë muzeun e minierës dhe më dërguan të gjitha të dhënat për gjyshin tim. Njazi nga në babë, shkrimet e tij nga zëri popull, të rikthyen përsëri dhe mësove dhe më shumë ato gjëra që ndoshta nuk i dije për gjyshin. Kur shikon edhe konkretisht, ishte një gjë shumë e bukur dhe nuk e di, mbesat e mia, unë kam 3 mbesa, mbesat e mia kanë fatin që të kenë një raport gjithashtu shumë të mirë me gjyshrit, por unë e di që nuk është ky realiteti i të gjithëve, sepse kanë ndryshuar dhe konjunktura brenda familjes. Pra, le të themi në një lloj mënyre gjyshit apo gjyshit po jetojnë vetëm, nuk i jepet aq rëndësi dhe hapësirë në familje, vendimet i marrin të tjerët. Jemi rritur me primin është gjyshi, duhet respektuar, duhet dëgjuar. Fjala e fundit është e tij. Absolutisht po. A kanë qenë gjyshit tanë më të fort emocionalisht se në ditët e sotme apo gjyshit tanë modern? Kanë jetuar në periudhë më të vështirë patjetër. Unë s'kam parë më ka marrë malli të shoh një gjyshe që është në balkon me atë grepin, me atë shtizën, me peun. Nuk kam parë. Përkundrazi, sot shoh atë, dëshiron për të parë gjyshe sa më të reja, sa më të mbajtura, nuk e di, sikur po hum pak ai imazhi i gjyshes klasike. Deri diku jam dakord, sepse unë mami më është gjyshe e 3 mbesave dhe duket shumë e re për moshën që ka. Edhe, po mua më duket gjë e bukur kjo në fakt, sepse në momentin kur tenton që ti jesh mirë me veten, se për mua dukja duhet reflektoj një herë brendin. Pasqyron brendësin. Dhe në momentin kur je mirë me veten, këtë gjë e transmeton dhe tek mbesa, këtë gjë e transmeton dhe tek një. Për aq kohë sa nuk kalon në një formë egoizmi në kuptimin e asaj që vetja jote të jetë boshti. Cili është sekreti i gjyshes tënde? I e gjatësisë saj, i të qenit mirë, aktive, edhe të përfshihet pastaj edhe në kënaqësitë e moshës tënde. Gjyshja ime, pra kjo që kam në jetë, Këzja, ka 6 fëmijë. Këzja, po gjyshja që kam në jetë quhet Këzja. Këzja. Dhe ka 6 fëmijë, ka 3 djem, 3 goca. Lindnin dikur, jetën nuk e ka patur. Jetën kur ka qenë fëmijë apo dhere, nuk e ka patur të thjeshtë. Pra nuk është se vjen nga një background ku komoditeti ka qenë maksimal, përkundrazi duke qenë vajza e madhe ka patur shumë përgjegjësi mbi shpatulla dhe për motrat dhe vëllezërit e saj. Është martuar shumë herë. Në mos gaboj, është martuar diku 18-19 vjeçë. Pra me dhe shumë e re nuk për raste të tjera që kanë martuar dhe 15-16 vjeç. Për kohën që ka qenë, është e vërtet. Është e vërtet. Dhe le të themi që dhe në momentin kur u martua, nuk është se martesa në atë kohë vinte me një manual të mirë fillt, le të themi si sot që dim shumë gjëra përpara se të martohemi, që shikose. Atëherë ti thjesht e jetoje dita ditës atë situatën, dhe unë mendoj që fakti që jeta atëherë merrej e mirëshëm, pra është jeta janë kushtet dhe duhet të ecim përpara. Pra nuk rinin aq shumë duke reflektuar sa ne sot. Unë mendoj që ne sot jetoj më shumë në gjendje reflektimi, se sa në gjendje të të jetuar. Ne reflektojmë, do hedhim të hap, po jo, po. Ndërkohë ka ikur momente, i hapi ndoshta nuk hidhet kur.
Unë jam e kundërta, sot jam 38 vjeçër dhe akoma nuk jam martuar, sigurisht nuk e kam akoma në planet e afërt ta një fëmijë, kjo nuk do të thotë që nuk i dua këto gjëra, por të këshillon gjyshja ngele pa martuar, të flet shpesh, të shtyn martohu, mos të them që është ndoshta meraku i vetëm që ajo ka, por njëkohësisht duke se ajo shumë moderne, domethënë ka Facebook, i ndjek të gjitha lajmet, ndoshta për politikën... Mendon të gjyshja ime, sot po të kishte Facebookun. Për politikën di shumë më shumë se sa mua, se nuk gjithë ditën e ke duke gjuar lajme. Sepse po thoshte, se mos haroj, është e kundërta, për shembull, gjyshja ime ka qenë arsimtare, ka studiuar ke nëna mbretresh, u martuar vonë, për kohën, sa atër martoheshin që 17-18 vjeç. Të vogla, kryonin familjen. Dhe ajo u martua diku në moshën 30 vjeçare, sepse ju dedikua studimit, dhe më tregonte shumë histori për kohën kur ka studiuar të nëna mbretresh, dhe unë këto kam qenë mësuese disa vite, mbasi mbarova shkollën, dhe kjo kam përshtypjen, ka ndikuar shumë edhe e jetuara me gjyshen, dhe çfarë më tregonte, e tregoj në libër, më ka marrë njërë në një seminar që u bë në një shkollë, që do t'ishte shkolla ku unë do të bëja 8 vite mësim, dhe atë ditë ajo mbajti një fjalim si arsimtare, kishte dalë në pension, si arsimtare nderuar, që ishin ftuar për 7 marsin, dhe ajo ditë mua më është, e kam dhe në libër, e kam përjetësuar në libër, i kam dhe njeta se ngjarjeja, ka ndikuar shumë në vazhdimsinë time, pra sa ndikon mësimi i gjyshes, çfarë të lë ajo, çfarë të rrënjos ajo, unë u bëra arsimtare. Pastaj jeta ma solli se jeta është e paparashikuar, pra ne nuk arrim asnjëherë ta dim çfarë do të ndodh, dhe mirë që është kështu, jeta më solli që unë t'ikja në Itali, sepse unë njoha me bashkëshortin tim, por vitet e para unë ju dedikova mësuesisë dhe mendoj kjo është të këtë kanë ndikuar, është merit e gjyshes tënde që ti u fute arsimit për të. Të mirë, ne do të lexojmë një paragraf nga libri Portret gjyshe, do të shkëputemi fillimisht për publicitet dhe zgjedhim një paragraf që do të na këshillonte Sonila, që do të ishte shumë me interes edhe ngacmues nostalgjin e njerëzve që na ndjekin, e shikuesve tanë. Ka publicitet. Atëherë do të lexoj një paragraf të vogël. Gjyshja ime shkoi në Itali të takonte të motrën që jetonte në Itali dhe na tregonte si ishte bota atje. Dhe mua, kur më tregonte për ato mrekulli, për dyqane me kate që shiteshin lloj-lloj asortimentesh, por jo vetëm gastronomi, kishte në një kat më thoshte dyqan veshjesh, gjëra të tilla që mua më dukeshin ëndra dhe më dukeshin të pabesueshme, mendoja se ajo sajonte këto në një farë mënyrë për mua legjenda, që të më tërhiqte dhe unë t'i dëgjoja. Në fakt, kur zbulova botën jashtë, e kuptova që ishin të vërteta. Dhe më thoshte ndër të tjera që ndonjëherë kur unë sahaja atë kosin që ne zinim vet, e zinim dhe bëjmë me cipa, dhe ajo thoshte të tihet pak sheqer se në Itali ka dhe kos të ëmbël. Ta harsi në Itali që unë ta haja, dhe unë mendoja që ajo më gënjente. Është një moment që nxitonin. Hajni ajkon se të bën të bukur. Po, ja, ajkon e qumshtit, kur ishte. Kurse unë kisha atë ajkon e kosit që se duroja. Dhe atë mëngjes, në prag të nisjes për plazh, vendosa të luaja në të njëjtën mënyrë, me atë bardhësi gjithë sipa që kishim përgatitur në një tenxhere të madhe ku patëm hedhur qumësht, një filxhan kos, se më pas e kishim bështjell që të bënim kosin, tenxheren me një batanie të trash për të fermentuar qumshtin. Ishte një lloj sfide që kisha krijuar dhe ruajtur me kosin, që në momentin kur mami Liria, gjyshja, më pati treguar për rallën e çudirave të kosit me fruta. Dhe unë pata vendosur ta sfidoja shijen e thartë që më jepte për të ngrënë. Në mendjen time e haja të ëmbël mbushur me fruta, por mendoja se çfarë shije ti vendosja atë ditë. Ti vishja mëngjesit, pra atë një shije, atë mëngjes të veçantë të turbulluar nga mosdurimi, ti jepja shije qershie apo kajsie, lule shtrydheja apo... Ajo afrohet dhe më thotë, kam një pjeshk, ta ndaj e të hedh disa copa të vogla në pjatë, haje kos me pjeshka. Ngrita kokën dhe e pash me qetësi. Pse më duke sikur më lexonte fantazit? Po, më hidhi, thash. Pjeshka ishte e fortë dhe brenda në kos nuk shkonte fare. Në qoftë se dikush po lexon këtë ngjarje, tani sigurisht është duke qeshur me mosbesim. Ka mundësi që ndonjë të mendoj dhe se duhet ishte vërtet një kombinim i kot dhe pa kur farë shijeje. Kos i bardh i freskët, hedhur në pjatë, përzier me sheqer dhe copza pjeshke. Të them të drejtën, nuk më kujtohet të kem ngrënë një kos më të mirë se ai i atij mëngjesi. Sot kur shijoj kosin me fruta, nuk e di pse gjithmonë më mbetet në gjuhë shija e pjeshkës. Cila ka qenë receta, përveç se kësaj që rrefen vetën e parë dhe pavarësisht se duket si një rrëfim kështu naiv i sinqert, po
të fut në atë botën e ëmbël, nostalgjit e bukur të kujtimeve me gjyshen. Cila ka qenë receta që ti vazhdon ta gatuash ose e mban mend ose ajo e gatuan të aq mirë edhe Gurabiet. Gurabiet. Zakonshme. Po, që i bëni me sheqer, me miell, të pudrosur ashtu me plur Po, ndonjëherë sheqeri. mbaj mend të hiqte lëkur portokalli, nuk e di. Gjysha ime ka patur mbaj shumë. Lynte flokët deri në moshën kur u shtri në shtrat, ajo që i dolën flokët e bardha dhe për mua dhe ajo bardhësi ishte e mrekullueshme, por gjithmonë është kujdesur shumë për veten, gjë që nuk ndodhte në atë kohë. Kishte ndonjë sekret që ti e mban mend, çfarë kujdesi i kushtonte lëkurës, me çfarë lyente? Kemi qenë të varfër, nuk kishte dhe ajo na qëronte kastravecin. Dhe lëkura e kastravecit lynte fytyrën. Gjyshja me bën dhe sot. E bën edhe sot gjyshja jote. E shikon. Dhe mua më duke shumë çudi sa atëherë. Atëherë ishte konsideroj femra nuk i lyen të flokët, vajza e re, nuk lyeshin flokët në atë kohë, ndërsa gjyshja ime i lynte në balkon, unë dhe më thoshte, i këtutje se s'të bën mirera, unë rria kuriozë. Të gjitha këto janë gjëra që unë i kam brenda, dhe kam dashur në një farë mënyrë jo gjithçkaja, ti jap jetë në këtë libër. Dhe ishte një panoram, jo vetëm një portret, jo vetëm i gjyshes tënde, po portret i gjysheve i kohës dhe i familjeve, një portret i bukur me ngjyra, pavarësisht se koha e shkuar në vjen me ato ngjyrat gri ndoshta, por ky libër ka shumë ngjyra. Ka jetë, ka madh nostalgji. Fantazia e një fëmije, po. Tamam, është një arkiv i bukur. Që është shumë fantazi Niki, është shumë kuriozitet për brezin e ri dhe mendoj që është shumë nostalgji për na. Çfarë recete gatuan mirë gjyshja jote? Në fakt, unë kam kujtim të jetur e të bukur njëkohësisht. Kur isha fëmijë, kalova një sfidë shëndetësore dhe ishte pamundur të më ushqej, refuzoja çfarëdo lloj ushqimi, kështu që gjyshja ime në atë kohë mori përsipër këtë sfidë dhe më mësoi atë që ne quajmë gjell e verës, që bëhet me domate, speca në tigan, por unë e refuzoja lugën, kështu që më mësoj që ta haja me të ngjyrë, me bukë. Dhe mua më ka ngelur si zakon deri tani vonë që ndonjëherë kur ka diçka që më mërzit, bëj gatimin. Bëj këtë ngjyrë, po. Këmbgulte ajo, që ti të ushqeshe. Këmbgulte dhe ja arriti. Përveç se ndërmori si sfidë, pati sukses në këtë sfidë. Dhe jeta është shumë e bukur, sepse sot unë jo gjithmonë me sukses, po përpiqem t'i bëj një gjë që asaj mund t'i pëlqejë, po mund t'i duket interesante, sepse për moshën që ka, ajo tashmë e refuzon ushqimin, janë shumë pak gjëra që ajo mund të konsumoj. Dhe unë gjithmonë jam në atë luftën, do provojmë sot një gjë të bukur të mirë. Jo gjithmonë ja arrin me sukses, është karakteristik plak-labe. Si? Ke patur, ose se me thej që nuk është se je martuar dhe ke patur mundësi që të ose e fton gjyshen, ose shkonte gjysha për të fjetur pranë aromës së saj? Patjetër, e vizitoj shumë shpesh, sepse gjyshja ime pasi ndroi jetë gjyshi, tash ka 3 vite, që gjyshi pikërisht në 9 nëntor ka ndruar jetë, 2023, dhe ishim në këtë bisedën, besojmë që gjitha me i letë vëjmë që çfarë do ndodhi tani, sa për na i bërë neve qefin, erdi disa ditë, pastaj tha, e di se është puna, tha, për aq kohë do përdor shprehjet e saj, për aq kohë tha sa jam me mend, me duar dhe me këmbë, tha, unë dua të ri në shtëpinë time. Dhe në një lloj mënyre unë jam angazhuar që ta frekuentoj shumë shpesh, në mënyrë që dhe ajo, për sa kohë kjo gjë të jetë e mundur, dhe shpresoj që të jetë e mundur për një kohë shumë gjatë. Ti përdore dhe ne ju urojmë jetë gjatë. Ti përdore një shprehje. Ka një shprehje Sonila që e mban mend nga gjysha dhe e ke bërë pjesë të fjalorit tënd? Patjetër, dua të them këtë edhe diçka që ka qenë moment shumë i vështirë dhe për mua kur u largua babinon nga gjyshi, që atëherë nuk ishte më i njëjti vështrimi me Miliris. Ndonjëherë kur flinim bashk, më shtrëngonte dhe më duke sikur donte të më transmetonte dhimbjen. Dhe jo, duhet ta meritosh dhe dhimbjen e dikujt, jo gjithkujt mund t'ja transmetosh dhimbjen. Dhe gjyshja, unë isha fëmijë, dhe ajo më përqafon të mua, në një farë mënyre ma transmeton të mua, gjeti atë mbështetje të ma jep të mua, shiko çfarë kujtimi të bukur kam, sa i vështirë ashtë dhe i bukur. Një shprehje që gjyshja na thoshte gjithmonë jo vetëm mua të gjithëve ne, mos i bëj tjetrit atë që nuk do të bëjnë ty.
Kjo më ka ngelur në mendje. Duket si postulate këto shprehjet e gjysheve, që janë aq të vërteta dhe aq reale në jetën tonë, sa lumë ata që i përdorin dhe i kanë si pjesë të fjalorit edhe të udhërëfimeve të rrugës jetës së tyre. Ke një shprehje tjetër, Anisa? Në fakt, gjyshi i cili ka ndruar jetë, ai më thoshte gjithmonë zemra e gjyshit, kujdes nga borxhi. Nga borxhi. Borxhi jo vetëm në kuptimin material, po dhe të hysh në gjuna me dikë. Dhe gjyshim ka në mamit, që mali, e kemi në foto tani, ai ka qenë tip shumë i serë, pra nuk ka qenë ai gjyshi tipik i ëmbël, përkundrazi, ka qenë shumë i serë deri vonë. Por duke qenë që me mua që kur isha vogël ka krijuar një raport shumë special, se më merrte, më mbante. Në lloj mënyre, për shkak se prindë punonin, ai ishte i detyruar që mbante, më kujtonte gjithmonë që të merrja të xhaketat, të fusja brenda xhaketës, dhe me gjyshin unë kam sfiduar frikën time më të madhe, po e ndaj dhe këtë gjë këtu, sepse mua disa familjar më kanë ndruar jetë, dhe disa fatkeqësisht në moshë shumë të re, por vdekjen e një njeriu e kam parë nga fillimi në fund vetëm me gjyshin. Dhe kjo ishte, le të themi, një dëshirë imja, që doja të isha aty, prezente dhe... Ka qenë e vështirë për ta përballuar dhe çfarë moshe? Gjyshi vdiq në moshë, le të themi, për neve gjyshit nuk duhet të ketë një moshë. Gjyshit janë të pavdekshëm. 87. Ishte 87 vjeç dhe unë vitet e fundit isha kujdesur gjatë gjithë kohës për gjyshin dhe ndoshta kjo gjë ma bëri shumë më të lehtë në kuptimin që nuk doja të mungoja në atë pjesë shumë të vështirë, por dhe të rëndësishme. Aq shumë na japin dashuri sa janë të pavdekshëm dhe ajo që ndron për gjatë gjithë jetës tonë. Anisa po fliste për këtë dhe mua më gjyshi tjetër nga babi Nonda ka qenë shumë gazmor, këndonte këngë italisht, greqisht, shtrirë në divan, nuk të imazh kam. Gjyshi tjetër, gjyshi Ndoni nga mami, ka qenë shumë i sertë. Nuk e jetova shumë, por mbaj më diçka, një gjë shumë interesante që nuk na linte të lyenim gishtat me maneqyrë. Një ditë që s'ishte gjyshi, unë kisha lyer gishtat, kur ai vjen surprizë dhe më sheh mua në verandë që rinim. Ua, gjyshi, thash unë, po ti këtu dhe kjo mua më është rënjosur. Sot sa emocionohem. Po ti, ja pash një ëndër, tha dhe erdha. Çfarë ëndre? Sikur kishe lyer ti gishtat. Kaq mua, dhe unë nuk i leva më gishtat përpara gjyshit, por mbaj mend këtë imazhin e serios të gjyshin Ndonit që këndon të hapi sytë e zezë, të na sjellë zhbehar nga përmeti. Dhe nuk më shqitet kjo, sa ishte serios, aq ishte i ndjeshëm dhe këtë e shprehte në këngë. Këto shprehjet e gjyshërve, për shembull, pash një ëndër sikur ti kishe bërë këtë veprim, që mos ta thoshin drejt për së drejtë ose ma tha zogu që ti kam patur autoritet, kam patur. Edhe kur ishin gazmor, kishin autoritet mosha, nuk e di. Pas kaq vitesh, meqense jemi në fund Sonila, nëse do ishte gjallë gjyshja jote, çfarë do doja ti kishe thënë që të ka mbetur? Do doja ta përqafoja. Unë shoh atë ëndrën që nuk e arrit dot, dhe mami Liria, këtu je, ku je? Ta e më qesh. Kur nuk më rrallë qëllon që më vëdoro në flok. Shumë herë të tjera e shoh dhe është ai malli dëshpërues, po mendoj dhe besoj jemi dakord që malli nuk ka prezencë më të fuqishme se malli, sepse ndërkohë do me thënë e ke pranë. Po ta kisha këtu do ta përqafoja, dhe këtë u them të gjithëve, qofse i keni gjyshrit, jetojni, thojni fjalë të mira, gëzojni, flini me gjyshrit. Fundja fundit nuk duan asgjë më shumë se sa një përqafim dhe një fjalë të ngrohtë, nuk duan asnjë gjë në këmbim të kësaj, përveç dashurisë tonë, të cilën na e kanë dhënë pa kushte, është një arkive madhe në veten tonë. Faleminderit që folëm për gjyshit. Faleminderit Që keni me jetë gjatë ju në shtëpi dhe ju që i keni përqafojni sot, sa nuk është vonë. Kalofshi një ditë të bukur, mirupafshim.